Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e një teme shumë të rëndësishme, ku kemi ndikimin e Neptunit në retrograd. Neptuni në retrograd do të thotë në një mjegull, dhe mjegulla bën punën e vet, por problemi është se në mjegull zbulohen disa të vërteta që nuk duhet të dalin mbi sipërfaqe. Kjo do thotë që dy mos jetë përballë ëndrave, frikës dhe fatit, realitetit. Le të hedhim një sy pikërisht kësaj dite, kësaj date, të datës 7. Çfarë ndodh dhe çfarë duhet të bëjmë? A është një mundësi që neve mund ta shfrytëzojmë për të mirë? A kemi një problem që duhet të trokasim? Kjo mbetet për të parë. Sepse ndikimi i ditës së martë është dita e Marsit dhe qëllon që të jetë në ndikimin më të madh në shenjën e Dashit. Por vallë, a jemi gati ne të përgjigjemi kërkesave që na kërkojnë të tjerët? Këtu është çështja. Data 7 korrik, miqtë mi të dashur, një nga lëvizjet më të rëndësishme dhe më të thella astrologjike të muajit, është kthimi i Neptunit në retrograd në shenjën e Dashit. Ky nuk është një fenomen i shpejt, i lehtë ose sipërfaqësor. Neptuni është një nga planetet të ngadalshëm, shpirtëror, kolektiv dhe shumë i thellë. Ai nuk vepron me zhurmë të menjëhershme, si një lajm që vjen i papritur dhe ndryshon gjithçka brenda tij, apo brenda një dite. Neptuni punon në heshtje, në shpresat e idealizmit, ndjeshmërisë dhe në pjesën e shpirtit, ku njeriu shpesh nuk ka fjalë të qarta, por ndihet shumë në ndikimet që kanë bërë. Kur Neptuni kthehet në retrograd, energjia e tij nuk zhduket, përkundrazi, bëhet më i brendshëm, më psikologjik dhe më i ndjeshëm. Ajo që më parë dukej si ëndër, tani kërkon rishikim. Ajo që dukej si frymëzim, tani kërkon pyetjen: a është e vërtet apo është vetëm iluzion? Shtrohet pyetja. Ajo që duket besimi, tani kërkon provë shpirtërore. Ajo që dukej si thirrje e brendshme, tani kërkon qartësi. Prandaj, Neptuni në retrograd nuk është një periudhë për të vrapuar verbërisht pas ëndrave, por për të dëgjuar më thellë se cilët ëndra ka shpirt në cilët janë ndërtuar mbi një mjegull. Këtu kërkohet vëmendjen dhe kujdesin që neve kërkojmë dhe adhurojmë. Fakti që ky kthim në retrograd ndodh në shenjën e Dashit e bën këtë fenomen edhe më të veçantë. Dashi është shenja e fillimit, e guximit, e identitetit, e veprimit, e luftës për veten, iniciativës dhe ndryshimit, instiktit dhe vendimit të parë të fjalës unë jam. Dashi nuk pret shumë, dashi vepron, dashi hap rrugë, dashi ndes zjarret e para, por Neptuni është krejt tjetër natyrë. Neptuni nuk ecën me shpatë në dorë, ai ecën me mjegull, me ëndër, me frymëzim, me ndjeshmëri dhe sakrificë, me shpirt dhe me vizion. Prandaj kur Neptuni ndodhet në Dash, krijohet një bashkim shumë interesant. Zjarri i veprimit takohet me ujin e ëndrës, guximi takon me intuitën, identiteti takohet me mjegullën. Dëshira për të nisur diçka takohet me pyetjen: pse po e nis? Shtrohet pyetja. Ky është thelbi i Neptunit në retrograd në Dash. Jo çdo impuls është thirrje shpirti, jo çdo fillim është i drejtë, jo çdo guxim është i pastër, jo çdo betejë ja vlen të luftohet, jo çdo ideal duhet ndjekur pa kufi. Kjo periudhë kërkon të rishikojmë mënyrën se si veprojmë, mënyrën se si mbrojmë veten, mënyrën se si krijojmë liri, mënyrën se si luftojmë për një ëndër dhe mënyrën se si ndërtojmë identitetin tonë. Neptuni në Dash mund të sjellë frymëzim të madh në fillimet e reja, për guxime shpirtërore, për veprime krijuese, për misione personale dhe jo vetëm. Neptuni kthehet në retrograd që kërkon në drejtim që mos jetë vetëm impuls, por duhet të ketë shpirt dhe qartësi. Në nivel personal, ky fenomen mund të zgjojë shumë pyetje. Kush jam? Kush jam unë? Kur nuk ndjek pritshmëritë e të tjerëve? Cili është betejë ime e vërtet? Ku kam vepruar nga frika, jo nga guximi? Ku kam idealizuar
një fillim, një person, një ëndër ose rrugë. Kur kam ngatëruar sakrificën me dashurinë, kur kam hyrë në një luftë që nuk ishte e imja, dhe ku përkundrazi kam pasur frikë të nis diçka që shpirti im e ka ndjerë prej kohësh. Neptuni në retrograd në dash mund të sjellë një ndjenjë të çuditshme. Nga njëra anë njeriu mund të ketë dëshirë të veprojë, të nisë, të ndryshojë, të shtrihohet, të thotë mjaft. Nga ana tjetër, mund të mos ketë ende qartësi të plotë se ku duhet të shkojë. Kjo është një arsye pse ky fenomen nuk duhet lexuar si një urdhër për të marrë vendime të nxituara. Përkundrazi, është një ftesë për të ndaluar përpara veprimit dhe për të pyetur: ky impuls vjen nga shpirti im apo nga konfuzioni? Vjen nga guximi apo nga ratisja? Vjen nga e vërteta apo nga një ideal që nuk ka bazë? Në nivel shpirtëror, Neptuni në retrograd në dash mund të bëhet një periudhë e fuqishme zimi, mund të sjellë intuita të forta, ëndra me mesazh ndjeshmërie ndaj energjive, kujtimi që të dalin mbi sipërfaqe nevojat për të falur veten, nevojën për të kuptuar plagët e identitetit të së shkuarës, për të rilindur në të vërtetë. Dashi lidhet me fillimet e jetës, me instinktin e parë, me ndikimin e madh, me guximin, me punën e tij të vërtetë, dhe për të luftuar jo vetëm për imazhin, por të vërtetën e hidhur dhe paqen me të tjerët. Ky kthimi në retrograd është veçanërisht i rëndësishëm, sepse Neptuni ndodhet në gradën e parë të dashit. Pra, brenda ditëllit parë të kësaj shenje, ndikimi është shumë i fortë dhe i drejt për së drejt bie mbi shenjat e ndikimit të madh të ditëllit parë, siç janë dashi, gaforja, peshorja, bricjapi. Më të ndjeshëm janë ata që kanë diellin, hënën, ascendenten ose planetet personale për veç ndikimeve të mëdha. Kjo është afër 7 gradë. Dashi i ditëllit parë është më i prekur se të gjithë sepse Neptuni në retrograd ndodh në shenjën e tij. Për dashin, ky është një proces shumë personal. Preket identiteti, imazhi, drejtimi, mënyra se si vepron dhe diçka që e mbron dhe shpreh vullnetin personal. Dashi mund të ndjejë se nuk është më i sigurt me disa vendime, që deri dje dukeshin të qarta. Mund të ketë frymëzim më të madh, por edhe konfuzion. Mund të ketë dëshirë për të nisur diçka të re, por edhe nevojat për të kuptuar, nëse ky fillim ka bazë reale. Për dashin kjo periudhë kërkon shumë kujdes, me idealizëm të vetes, të një misioni, të një marrëdhënie ose një betejë. Jo çdo luftë është e shenjtë. Jo çdo impuls është fat. Dashi duhet të mësoj të veproj jo vetëm me zjarr, por edhe me ndërgjegjje shpirtërore. Peshorja e ditëllit të parë ndikohet shumë fuqishëm sepse Neptuni në dash ndodhet përballë saj. Për peshorët ky fenomen aktivizon marrëdhëniet, partneritetet, martesat, bashkëpunimet dhe njerëzit që kanë përballë. Mund të ketë idealizëm të partnerit, paqartësi në marrëdhënie, ndjesë së të tretëve nuk është plotësisht e qartë ose nevojë për të parë me reale e çfarë ndodh në lidhjen tonë. Peshorja mund të pyes: apo shoh njeriu në real apo projektin tim? Apo ruaj harmoninë me çdo kusht apo sakrifoj veten për një marrëdhënie që nuk ka qartësi? Neptuni në retrograd përballë peshores kërkon të hiqet maska e bukur dhe të shihet e vërteta, marrëdhëniet, nëse ka dashuri të pastër, apo mund të thellohet nëse ka iluzion që mund të filloj të tretet. Po të vini re, miqtë mi të dashur, nëse kamera ka mundësi të na zmadhoj disi, ja pra. Pra peshoren, pse flas për peshoren, pra kemi një nga ndikimet që kanë bënë, pra ndodh në dash, por ndodh edhe peshorja. Do flas për ligjet, do flas për ato që kemi thënë që skandalet, ja pra, do të kemi njëra pas tjetrës, jo vetëm kaq, por do shikoni edhe shumë gjëra tani e tutje. Kemi peshoren, kemi dhe dashin. Pra janë dy ndikime në një kohë dhe mundësitë që jepen në këtë aspekt. Duke pasur parasysh mënyrën se si vijnë gjërat dhe koha dhe periudha, ndodhin fenomenet. Pra këtu kemi që ndahen gjërat në anën dhe pozicionin planetar. Gaforja e ditëllit të parë ndikohet përmes sektorit të karrierës, statutit, imazhit, përgjegjësitë, drejtimit profesional. Për gaforën, Neptuni në retrograd në dash mund të sjellë pyetje të mëdha për rrugën profesionale. A është kjo karriera
ajo që dua vërtet. Apo ndjek një ëndër apo një diçka që nuk e shikoj, përveç se pluhur, mjegull, apo idealizoj një figurë autoriteti, një pozicion, një sukses ose një drejtim. Mund të ketë paqartësi me prorët, me statutin dhe reputacionin, ose me qëllime afatgjatë. Gaforja duhet të mos marrë vendime profesionale, vetëm nga frika ose nga dëshira për të provuar diçka. Kjo periudhë kërkon qartësi, vizion, por dhe kontroll në realitetin. Karriera duhet të ketë shpirt, por dhe strukturë. Britsjapi nga ana tjetër, i dhjetëçit parë ndikohet përmes sektorit të shtëpisë, familjes, rrënjëve, banesës, prindërve dhe bazës emocionale. Për britsjapin Neptuni në retrograd në dash mund të sjellë mjegull në jetën private, paqartësi familjare, ndjesë bazë emocionale. Nuk është e qartë ose një nevojë për të kuptuar më thellë çfarë do të thotë siguri. Mund të ketë çështje me shtëpinë, vendbanimin, pronën, familjen ose kujtimet e vjetra ne kërkojnë ku që ndikimet kërkojnë shërim. Britsjapi zakonisht kërkon kontroll, strukturë dhe stabilitet. Por Neptuni në këtë sektor tregon se jo gjithçka në familje mund të kontrollohet me logjik. Disa gjëra kërkojnë falje, kuptim, qartësi emocionale dhe kufi të butë, por të fortë. Britsjapi duhet të bëjë dallimin midis përgjegjësisë dhe vetë sakrifimit. Pas shenjave ndikuese të ndikimit të rëndësishëm, marrin dhe shenjat e zjarrit, të dhjetëçit parë, Luani dhe Shigjetari. Për këto shenja, Neptuni në retrograd në dash krijon një energji më harmonike, sepse punon përmes elementit të zjarrit. Luani i dhjetëçit parë mund të marrë frymëzim në çështjet e udhëtimit, studimit, besimit, publikimeve jashtë vendit. Dhe vizioni i jetës mund të ndjejë një thirrje shpirtërore për të hapur horizonte, por duhet të ketë kujdes me premtimet e mëdha ose me idealizmin e një rruge të largët. Shigjetari i dhjetëçit të parë mund të ndjejë frymëzimin në dashuri, krijimtarinë, fëmijët, pasionin. Mund të ketë një zgjim të bukur krijues ose romantik, por duhet të mos ngatroj ëndër me realitetin. Për Luanën dhe Shigjetarin, ky ndikim mund të jetë më frymëzues dhe kërkon qartësi. Edhe shenjat e ajrit të dhjetëçit parë, binjakët dhe ujori marrin ndikimin ndihmues. Binjakët mund të ndjejë këtë retrograd përmes miqësive, grupeve të planeteve të së ardhmes, rrjetet sociale, projektet kolektive, që mund të rishikojë një ëndër që lidhet me publikun, komuniteti ose një grup njerëzish, sepse ujori mund të ndjejë përmes komunikimit, dokumenteve, mesazheve, kontakteve të afërmeve dhe jo vetëm, sepse mendon, flet. Por këto shenja, Neptuni në retrograd mund sjell ide frymëzimi, kontakte shpirtërore, projekte krijuese, por dhe nevojë për të kontrolluar informacione dhe jo çdo lajm është i vërtetë. Jo çdo grup ka ideale të pastra. Jo çdo fjalë duhet besuar pa analizë. Pra duhet kuptojmë, e kam thënë dhe them të madhe, kur kemi planetën në retrograd, kur kemi hënë 3, kur kemi hënë plot, kur kemi çështje të tilla, duhet pasur kujdes, duhet të trokasim. Është njësoj që Jorgo firmon se këtë dokument se s'ka problem se e njoh. Problemin e ka ai që më thotë që e njoh apo unë që e firmos dhe vulos. Ja pra se sa diferencë ka. Nuk diskutohet që unë që e vulos dhe firmos. Unë shkoj atje, nuk shkojnë këta. Sepse këta thonë, po unë kështu e morë vesh, s'kam faj unë. A faj mbi mua. Atë duhet pasur kujdes në këtë aspekt. Peshqit gjithashtu janë shumë të ndjeshëm ndaj këtij fenomeni, edhe pse Neptuni nuk ndodhet më në shenjën e tyre. Neptuni është planeti i udhëheqës modern i peshqeve. Prandaj çdo kthim i tij në retrograd prek fort botën e tyre të brendshme. Për peshqit ka tranzit dhe ndikime. Ky tranzit ndodh në sektorin e parave, vlerësimit dhe sigurisë materiale. Kjo do thotë se peshqit mund të rishikojnë marrëdhëniet me vlerën personale, me të ardhurat, me shpenzimet, me dhënien e tepërt dhe me ndjesinë se sa meritojnë. Sidomos peshqit që kanë kaluar vitet e fundit në ndikimin e fortë të Neptunit, të shenjën e tyre, që mund të ndjejnë një kapitull të vjetër shpirtëror, por mbyllet dhe tani duhet të ndërtojnë shumë të qartë praktikën e tyre materiale. Kam pasur këtu një 5 vjeçar, të më besoni, dhe kjo është kënaqësi sepse shikoj shumë mesazhe në inbox që shkruani, po, peshqit kanë pasur shumë probleme në këtë aspekt. Mund të më shkruani ku keni pasur probleme, që unë t'ju them diçka
tjetër që të kuptoni ku duhet të bazoheni dhe të esni diçka përpara dhe mos t'i lini pas çka keni kaluar dhe vështirësi. Në nivel kolektiv, Neptuni në retrograd në dash sjell rishikime të figurës së heroit, liderit, luftëtarit, njeriu që vepron, njeriu që nis një rrugë të re. Mund të ketë më shumë pyetje rreth asaj çka kanë bëjnë tani tutje. A është guximtar të sulmoj, a është ndikues dhe favorizues dhe duhet të nisin diçka me çdo kusht, të mos humbasin. A është guximi të fitosh me çdo kusht dhe të mos humbashësh shpirtin? A është lider ai që premton shumë apo që ka vizion të pastër? Neptuni në dash mund të sjellë idealizëm, figura të forta, por kur kthehet në retrograd fillon procesi i zhveshjes së iluzionit. Ajo që është ndërtuar mbi propagandë, mbi mjegull ose mbi imazh, mund të fillojë që të humbasë shkëlqimin. Ajo që ka të vërtet shpirtërore mund të forcohet. Në këtë periudhë shumë njerëz mund të ndjejnë lodhjen nga betejat e jashtme, mund të linë nevoja për një lloj tjetër guximi, guximi për të mos u mashtruar, guximi për të thënë nuk e di ende, guximi për të mos vepruar derisa të ketë qartësi, guximi për të pranuar si një ëndër që ka ndryshuar, guximi për të mbyllur një iluzion, por edhe guxim për të besuar në një thirrje të vërtet shpirtërore. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë se Neptuni në retrograd nuk merr ëndrat. Ai pastron ato, nuk na ndalon të besojmë. Na mëson të besojmë më thellë, por më pastër. Nuk na thot të mos nisim gjëra të reja, na thot të mos nisim diçka vetëm nga konfuzioni, nga idealizmi, nga egoja e plagosur ose nga dëshirat për të ikur nga realiteti. Në dash kjo bëhet edhe më e rëndësishme, sepse dashi do veprim. Por Neptuni në retrograd thot, para veprimit, dëgjoj shpirtin tënd, dëgjoj instiktit tënd, para betejës, pyet pse po lufton, para fillimit, shih nëse rruga ka dritë të vërtet apo vetëm shkëlqim të përkohshëm. Dëgjoni të fjalë që thot Jorgo dhe nuk do humbasni. Ju bëni si të doje para se mos duaj. Unë kam drejt ju them dhe kam përgatitur jo pak për hyrjen e këtij Neptuni në retrograd dhe pastaj do flas për shenjat. Për dashurinë, ky fenomen mund të jetë shumë delikat. Unë them bëni si do e brazëmës tuaj. Neptuni në retrograd në dash mund të nxjerrë në sipërfaqe marrëdhëniet ku një person idealizohet si shpëtimtar, si hero, si dashuri fatale ose fillimtari. Por gjatë retrogradës pyetja bëhet më e qartë. A është kjo dashuri e vërtet? Apo kam dashuruar idenë e dikujt? A është ky person realisht pranë meje, apo vetëm më ndez një ëndër, apo sakrifikoj veten për një lidhje që nuk ka formë, apo përket kërkoj një tjetër guxim që duhet ta gjej brenda vetes. Kjo është sidomos e rëndësishme për dashin, peshoren, kaforet, bricapët, të 10 diqet parë. Të kuptoni, mos mund nxitoni në dashuri, se është vetë jeta. Prandaj kur kemi planetën në retrograd duhet të gëzoheni. Unë dhe juve bashkë. Prandaj them, do dëgjoni në rrjetet sociale, po dëgjoni që do shkatërrohet bota thon. Me idiotësirat e ngre një letër e thot dashi, kupton? Banalizime në pafundësi, po kënaqësia është se unë dëgjoj në një ekran të vogël të televizionit shqiptar që aty jam edhe këtu, edhe bashkë me juve në pyetje përgjigje, që kuptoni çdo thot astrologji. Dhe kënaqësia më e madhe, dashuria ime më e madhe duku është, ku më thoni, jam dashi, kam hënën në bricap, kam mërkurin në luan e kështu me radhë. E kjo është e vërteta. Të mësojmë pak astrologji, është vetë jeta dhe ndryshimi i madh që ndodh në jetën tonë. Nuk është letra apo diçka tjetër që mund të thohet. Letër Bigjozi edhe thotë që bëjmë letrat astrologjike. Keni kujdes këtu gjë. Për punën dhe karrierën, Neptuni në retrograd në dash mund të rishikoj ambicjet. Disa njerëz mund të ndjejnë se një rrugë profesionale nuk ka më shpirt. Të tjerët mund të kuptojnë se kanë ndjekur një sukses që duket i madh nga jashtë, por nga brenda nuk e ushqen më. Disa mund të ndihen të frymëzuar për punën më krijuese, më shpirtërore, më njerëzore ose të lidhur me ndihmën ndaj të tjerëve. Por duhet kujdes me marrëveshje të paqarta, me premtime të mëdha, me njerëz që shesin ëndra pa plan.
dhe me vendime profesionale të marra nga mjegulla, të marra nga hiqi, të marra nga zero, të marra nga litrebigjozit, kujdes. Për sa i përket ndikimeve dhe jetës personale, do të mund të shikoni, sepse është një periudhë shumë e mirë për të shkuar tek mjeku, për të parë, sepse e kemi thënë, secili ka vendin dhe postën e vet. Unë jam astrolog, merrem me planetet, kurse mjekësia është shkencë më vehte që merret me sëmundjet, me shëndetin. Nuk i ngatrojmë shëndetin, mjekësinë me astrologjinë. Këta tjerët i thonë gjithë, janë gjitholog, ta të lënë pa bukë. E keni parë dhe vetë dhe juve qeshni kur flitet për gjëra të tilla. Ndikimi që kanë bëjnë dhe mundësinë që do të ecin ka të bëjnë shumë, sepse në ditën e 7 korrikut të 2026, të javës që pasojnë këto kthime në retrograd, është mirë të mos merren vendime të mëdha, vetëm nga entuziazmi ose nga paniku. Është mirë të vëzhgohen ëndrat, intuita, sinjalet, mënyra se reagojmë dhe njerëzve, dhe mbi të gjitha vendet ku ndjejmë që e shikojmë që nuk ka qartësi. Sepse kjo paqartësi, mjegull në thonjza, nuk do të thotë gjithmonë se ka rrezik. Donjëherë mjegulla thjesht tregon se nuk është ende koha për të parë gjithçka, por nuk duhet as të ndërtojmë gjithë jetën mbi ato që nuk shihet qartë. 90% të njerëzve këtë e bëjnë, gabimisht, rastisht, e kanë të domosdoshme të nevojshme. Jorgo, unë nuk pyes çfarë ka astrologjia, ku di unë, kam të nevojshme, s'kam lek, duhet të firmos një kontratë, sepse kjo kontratë mua do më zgjidhë problemet, mund zgjidhin gjërat momentale, por jo të nesërmen, të sotmen. E por nesër çfarë do të bëhet? Zgjidh atë që është afatgjat. Ky është një tranzit që kërkon shumë dërshmëri të brendshme. Dashikaforja, peshore, principit e dhjetëdhjetit parë duhet të jenë më të kujdesshëm dhe më të vetëdijshëm, sepse ato që marrin ndikimin e drejtës së drejtë, që janë Luani dhe Shiqitari i dhjetëdhjetit parë, mund të përdorin më ndikue, më kujdes dhe më mirë ndikimin që ka të bëjnë, sepse energjia e tyre, që janë dhe binjakët dhe ujori i dhjetëdhjetit të parë, mund të marrin ide, kontakte dhe jo vetëm, sepse informacionet kontrollojnë informacione të mëdha. Peshqit si shenjë e lidhur thellë me Neptunin do të dëgjojnë shumë shpirtin e tyre, intuitin e tyre. Mesazhi kryesor i Neptunit në retrograd në dash është ky. Para se të nisim një betejë të re, duhet të dim nëse ajo është e jona. Para se të ndjekim një ëndër, duhet të dim nëse ajo ka të vërtet. Para se të shpallim një fillim, duhet të dëgjojmë nëse shpirti ynë është gati. Ky është një moment ku zjarri i dashit, sepse lidhet shumë me dashin, nuk duhet fikur, por duhet pastruar. Nuk duhet humbur guximi, por duhet shenjëruar. Nuk duhet braktisur ëndra, por duhet çliruar nga iluzioni. Pra, janë disa fraza që unë i them gjithmonë, por duhet keni kujdes. Neptuni në retrograd në dash na thotë: mos vrapo vetëm sepse ke frikë të qëndrosh. Mos lufto vetëm sepse nuk di të presësh. Mos beso çdo imazh që duket i ndritshëm dhe mos nënvlerëso zërin e brendshëm që është në heshtje. Të tregon se ku ka të vërtet dhe ku ka mjegull. Për ata që dëgjojnë me kujdes, ky tranzit mund të bëhet një nga momentet më të rëndësishme të korrikut të 2026, sepse nuk sjell vetëm konfuzion, sjell pastrim dhe pas pastrimit fillim i ri që mund të jetë shumë së vërtet. Pra, matja, ajo çka jemi dhe ku jemi, ka një ndikim fantastik mbi ato që neve e kërkojmë me insistim. Neve duam që të dim mbi gjërat që neve na ndodhin në anën tuaj dhe kjo bën që të jemi shumë të kujdesshëm dhe shumë të vëmendshëm në gjërat që neve kemi. Kimit e dy moshe, Zotja Kale, unë ju kujtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni, në Shqipëri apo në diasporë, dhe keni ndërmend dhe keni mendjen që të futeni tek www.astrologu.al. E vetmja faqe astrologjike në Shqipëri, e vetmja faqe në çdo aspekt. Në Ballkan do ta thosha. Nuk do të gjeni vend tjetër. Futuni dhe shikoni, sepse për atë faqe punojnë mbi 10 veta, por punojnë në kuptimin dhe atë çka unë them, janë të gjitha atije. Do shikoni se si funksionojnë.
do gjeni gjërat nga më të larmishmet mbi astrologjinë e vërtet. Sepse është e filluar nga e para, është krijuar nga e para. Të futeni dhe do shikoni dhe do më kujtoni. Mund të lexoni shenjën tuaj, mund të kuptoni ku gaboni dhe ku rregulloni. Astrologo.al. E vetmja faqe në Ballkan, e vetmja faqe në Europë. Shikojeni, sepse nuk flet për çështjet nga gjëra që nuk kanë bazë, nuk kanë fakte, nuk flet për letra bigjozi, por flet për një të vërtet, mbi planetet, mbi ata që neve na diktojnë çdo ditë, por nuk ndërhyjnë ama. Se letra bigjozi thonë ndërhyjnë. Letrat e bigjozit ose letrat e rrethot shenjë dashit thot, ku ka piklidhje, kënaqësia është më vete. Dhe këtë ju falenderoj pa mas që na ndiqni në çdo dritare që neve jemi dhe në dritaren astrologu.al, që është më kryesorja. Astrologu i Grupulla në YouTube dhe gjitha ato do të shikoni aty. Lexojini në detaje. Shikojini aty ku ju pëlqen më tepër. Dhe na shkruani në inbox çfarë doni që të dëgjoni, të lexoni. Dhe neve u bëjmë realitet. Për gjithçka juve doni. Jemi të vetmi të këtë fushë, e keni kuptuar dhe juve e dini tani astrologu.al. Nuk është thjesht për një abonim. Doni apo s'doni, si të dashuroni juve. Dhe si të doni, sepse atje është për të lexuar. Dhe leximi është falas. Për gjithçka juve intereson. Edhe nëse doni ka diçka që është e rëndësishme, e domosdoshme, atëherë mund shkoni tek sekretaria. Atje mund dërgoni një email dhe pastaj flasim bashk. Po, jo me bashkëpunëtorët e astrologu.al, po unë personalisht. Atje, nëpërmjet WhatsAppit apo Viberit për ju që jeni në botë, apo në diasporë, apo në Shqipëri. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve, dhe doni të dërgoni një mesazh, dhe si mund të dërgoni të mesazh, është pikërisht ku butoni këtu. E klikoni dhe më pas dërgoni mesazhin dhe jeni gati për të marrë përgjigje drejt për drejti. Doni më tepër informacion mbi astrologjinë. Nuk diskutohet membership. Ja ku jeni atje. Shkruajeni membership tek Astrologu i Grupulla. Dhe një abonim i thjesht është shumë i rëndësishëm për pyetjen tuaj të ardhmen tuaj se si funksionon. Tani, pa humbur kohë, do fillojmë me shenjën e parë, pra gjithë dita dhe është çështja e ditës, që është shenja e dashit. Për ju të shenjës së dashit të dhjetëdiqit të dytë, të ndikimit që kanë bënë, mundësitë që ju jepen, dhjetëdiqi parë, se kam darë dhe në dhjetëdiq, do t'ju lodh pak sot, por do t'ja vlej nesër, se i kam darë dhjetëdiqi parë, i dytë dhe i tretë. Dhjetëdiqi parë do të thotë kthimi i Neptunit në retrograd në shenjën e dashit ditën e martë, që është një ndikimi më i fortë dhe më personal. Kjo sepse Neptuni ndodhet në gradën e parë të shenjës suaj dhe prek drejt për së drejti ato që kanë diellin, hënën, ascendente dhe planetet personal në fillim të shenjës së dashit. Ju jeni ata që ndjeni më qartë këtë ndryshim energjie. Mund të ndjeni se diçka brenda jush po bëhet më ndjeshme, më hapur, më paqartë, por dhe më shpirtërore. Mund të mos keni të njëjtën siguri siç ishte më parë, apo disa vendime, po mund ndjeni identitetin tuaj ndryshoj, por dhe me saktësi të çfarë forme do të stabilizohet. Për këtë dhjetëdiq, periudha kërkon shumë vetdije. Mund të keni frymëzim më të madh për një fillim të ri. Mund të doni të ndryshoni imazhin, stilin, drejtimin, marrëdhëniet ose mënyrën e jetesës. Mund të keni ndjesi se jeta që thërret drejt diçkaje më të madhe. Por duhet të mos nxitoheni. Neptuni në retrograd nuk është energji për vendime të verbra, është energji për shikim. Para se të thoni po, për një rrugë të re, pyesni veten. A e ndjeni këtë në shpirt apo duhet vetëm të ikni nga diçka që është lodhje? Dashuri dashi i dhjetëdiqit të parë mund të jetë shumë i ndjeshëm ndaj idealizmit, mund të shohë të një person në shpëtim, një frymëzim, një fillim i ri,
por duhet të ketë kujdes të mos ndërtoj gjithë historinë në imagjinat. Nëse jeni në çift, mund të keni nevojë të flisni për identitetin tuaj brenda lidhjes. Apo jeni vetvetja? Apo sakrifoni shumë? Apo shmangni ndjenjat duke u bërë shumë aktiv? Nëse jeni vetëm, mos u nxitoni pas dikujt vetëm sepse ju krijon emocion. Shihni nëse ka qartësi, sepse është e vetmja kohë dhe mundësi për të bërë ndryshime dhe vendime. Për i bashkim, ky 10 diç mund të përjetoj kujtime të forta, ëndra ose ndjenja që kthehen nga e kaluara, por nuk duhet të ngatroni nostalgjinë me fatin. Nëse dikush rikthehet, kërkoni prova, jo vetëm fjalë të bukura. Në punë mund të keni frymëzim, por një drejtim të ri. Kontrolloni çdo premtim. Në financa, mos investoni në të paditurën, sepse kujdesi që kërkohet është gjë e madhe. Për dashin e ditës së parë, mesazhi është shumë i qartë. Kjo është periudhë rilindjeje shpirtërore, por jo për të humbur në iluzion. Ju po mësoni të dalloni mes zjarrit të vërtetës dhe shkëlqimit të rrem. Mos keni frikë nga paqartësia e përkohshme. Ajo mund të jetë porta para një identiteti më të vërtetë. Dhe kjo do të kuptoni se çfarë ndodh dhe ku do të jeni. Dashi i 10 ditësh të dytë. Për dashin e 10 ditësh të dytë, Neptuni në retrograd në Dash nuk prek ende të njëjtën forcë dhe reprezenteti si 10 ditësh i parë, por energjia e tij fillon të ndihet në sfondin e identitetit personal. Për ju, ndikimi kryesor i periudhës lidhet me Saturnin në Dash, e cila kërkon përgjegjësi, pjekuri, disiplinë, vendime serioze dhe ndërtim të një identiteti më të fortë. Pra, ndërsa Neptuni hap pyetjen dhe hap dritaret shpirtërore, se për gjithë të shenjës së Dashit, Saturni kërkon 10 ditësh të dytë që të mos qëndroj vetëm në ëndra, por të ndërtoj strukturë reale. Kjo do thotë se për ju, korriku 2026 mund të sjellë një ndjenjë të dyfishtë. Nga njëra anë frymëzim, nga ana tjetër përgjegjësi. Mund të ndjej se jeta ju kërkon një fillim të ri, por ky fillim nuk mund të jetë i lehtë, i nxituar ose i pa organizuar. Saturni kërkon plan, Neptuni kërkon shpirt. Të dy së bashku ju thonë, mos ndërto pa ëndër, por as mos ëndërro pa themel. Pra, shikoni se sa lidhet historia, mundësia e brendshme e jetës sonë. Në dashuri, juve të 10 ditësh të dytë mund të bëhet më serioze. Nuk mjafton më pasioni i momentit, nuk mjafton një person që ju ndez, por nuk ka qëndrueshmëri. Nëse jeni në çift, mund të kërkoni më shumë qartësi për të ardhmen. Mund të ketë biseda dhe përgjegjësi vendime, kufi dhe pjekuri. Nëse jeni vetëm, mund të mos tërhiqeni më ahlet nga historia pa qartë. Kjo është pozitive, por duhet të mos mbyllni zemrën nga frika e zhgënjimit. Neptuni ju kujton të mbani butësi, Saturni ju kujton të mbani realitetin. Për ribashkim, mund të shfaqet një person nga e kaluara, por për ju pyetja nuk është vetëm emocionale, pyetja është praktike dhe serioze. A ka ndryshuar kjo histori? A ka një vendim të rëndësishëm? A ka përgjegjësi? A ka plan për martesë dhe jetën shkojnë në altar? Nëse jo, mos humbni kohë vetëm për një ndjenjë të vjetër. Saturni nuk lejon përsëritje pa mësim. Kujtojeni, kuptojeni këtë gjë. Në karrierë, kjo periudhë mund të kërkojë vendime serioze. Ju mund të ndjeni se duhet të ndërtoni një imazh më të pjekur, më të besueshëm dhe më të qëndrueshëm. Nëse ka një projekt të ri, duhet të ketë plan. Nëse ka një ëndër profesionale, duhet të ketë orar, buxhet, përgjegjësi, durim. Në financa, kujdes me shpenzimet për projekte personale ose imazhe, ku duhet të kuptoni që mos investoni vetëm për të ndjerë më të sigurt. Investoni aty ku ka vlerë reale. Dhe kjo është një nga ndikimet më të mëdha. Për dashin të 10 ditësh të dytë, mesazhi është: ndërtoni identitetin tuaj të ri, me shpirt dhe me bazë, me themel. Mos lini frikën t'ju bëj të ngurt, por mos lini ëndrrën t'ju bëj të pavëmendshëm. Kjo periudhë mund të jetë shumë e vlefshme
për ndikimin, themilet forta, për ata që doni të bëni. Dhjetëdiqi i tretë i shenjës së dashit. Për dashin e dhjetëdiqit të tretë, kthimi i Neptunit në retrograd në dash ditën e martë nuk bie drejtpërtëreti mbi gradën tuaj, por hap një proces që me kalimin e kohës do të bëhen gjithnjë e më të rëndësishëm. Në kalimin e kohës do të ndikime që më të mëdha të energjisë dhe shumë atmosferë të përgjithshme, si një thirrje e largët, si një ndjenjë identiteti, si një dritë në fund të tunelit ku zmadhohet dhe shndërrohet në diell. A jeni gati juve që të përgjigjeni kërkesave që do të keni? Kjo është çështja. Sepse dhjetëdiqi i tretë mund të fillojë të vërej disa ëndra, plane, dëshmi, dëshira personale dhe këto nuk kanë të njëjtën formë. Është një mundësi shumë e mirë, stabilizimi, konkretizimi, ose në lidhje me dashurinë, ndjeshmëria, frymëzimi, ndarjet që keni pasur dhe kërkohet të rifilloni. Jeni gati të përgjigjeni atyre kërkesave, tu kërkohet kujdes. Sepse Neptuni mund të ndajë shumë gjëra juve të shenjës së zjarrit. Po, të ndani sepse nuk ju takon. Keni një lidhje. Kjo lidhje nuk është e juaja, por kaloni kohën. Kjo lidhje nuk është e vërteta, por kaloni kohën. Dhe duhet të ta merrni si të mirëqen. Nuk është e mundur. Dhe nuk është natyrale, nuk është bio. Dhe duhet pasur kujdes në këta aspekte. Kurse në karrierë, kjo është një periudhë për të parë me kujdes nëse rruga që ndiqni ka kuptim më të thellë. Mund të keni sukses, por a ju shjen? Mund të keni plane, por a ju përfaqëson? Mund të keni ambicie, por a është e vërtetë e juaja? Neptuni në retrograd ju fton të mos jetoni vetëm në objektiva të jashtme. Unë ju a them, ju bëni si dojë për zemrës tuaj. Prandaj dhe do zgjatëm sonte për shumë gjëra që të kuptoni me dhjetëdiqa. Në financa bëni kujdes, miqtë mi të dashur, me shpenzimet që lidhen me ëndrat, projektet, udhëtimet, imazhet, fillimet e reja. Nuk është periudhë për të vepruar nga emocioni i momentit, sepse mund të kemi dhe probleme të ndryshme. Për dashin e dhjetëdiqit të tretë, mesazhi është: përgatituni për një proces të madh rishikimi personal. Por mos u nxitoni të vëzhgoni ëndrat tuaja, vëzhgoni dëshirat, vëzhgoni njerëzit që ju frymëzojnë dhe ata që ju rregullojnë. Vëzhgoni ku veproni nga guximi dhe ku nga lëvizja. Kur të vi momenti i vendimit, do të jetë më i qartë nëse tani dëgjoni me kujdes. Sepse ka një ndikim shumë të madh, sepse ndodh në shenjën e dashit. Do shikoni sepse kur e kemi thënë në fillim, e keni parë bashkimin e muajit, rishikojeni edhe një herë. Shpërthejnë skandalet. Dhe me hënën e plot, shikojeni tani. Dhe kjo do të thot vendime, kjo do të thot rregullime, startime. Do shkojmë të kishej tjetër tani, do shkojmë të kishej mjaft rrezatuese, ekzistuese, sepse ekziston për shekuj dhe një mundësi që i jepet një shenjë toke, që kjo do thot shenja e demit. Për të lindurit e shenjës së demit, kthimi i Neptunit në retrograd në shenjën e dashit pas nesër, pra ditën e martë, është një fenomen shumë i veçantë, sepse nuk vepron në mënyrën e hapur të dukshme ose të menjëhershme, por për demin, sepse dashi ndodhet në sektorin e 12 astrologjik, pra pas skenat, në vetdia, lodhja, fshehjet, sekretet, mundësitë e brendshme, ëndrat, izolimi, shërimi shpirtëror dhe çështjet karmike të vjetra, mbyllje cikleve, institucionet, siç kanë bëjnë spitalet, vendet tërheqëse, por edhe gjithçka që ndodh brenda shpirtit para se të shfaqet në jetën e jashtme. Demi është shenjë toke, shenjë stabiliteti, sigurie, durimi dhe vlera të pasurisë, kënaqësisë natyrore. Nevojës për të ndërtuar ngadalë dhe fort të sigurt, sepse demi nuk e do paqartësi. Nuk e do terrenin që ndryshon nën kënd. Nuk e do mjegullën. Për demin është shumë më e rëndësishme të di ku qëndron, çfarë ka dhe çfarë mund të jetë e prekshme, çfarë mund të kontrollojë dhe ku mund të mbështetet. Por Neptuni në retrograd në dash nuk flet me gjuhën e tokës, ai flet me gjuhën e shpirtit, ëndrës, intuitës, sinjaleve të brendshme dhe atyre të ndjesive që
nuk shpjegohet lehtë me logjik. Prandaj për Demin ky fenomen mund të jetë i brendshëm, por shumë i fuqishëm. Kemi ndikimin e fuqishëm sepse duke pasur parasysh edhe me çështjet që lidhen nga njëra anë me kuptimin e plotë të gjërave dhe të ndikimit të madh që ka të bëjnë, por megjithëse ka të bëjnë edhe me çështjet e financave, por lidhet se ky tranzit nuk vjen për të tronditur nga jashtë, vjen për t'u përgatitur nga brenda. Për Demin kjo është shumë e rëndësishme sepse ndryshimet e mëdha zakonisht nuk pranohen lehtë. Demi do kohë, do siguri, do prova, do arsye, por Neptuni në sektorin e 12 punon para se arsyeja të jetë gati. Ai bën shpirtin të kuptojë për herë më herë se mendja. Mund të ndjeni një cikël po mbyllet, edhe nëse ende nuk e keni deklaruar. Mund të ndjeni se një person, një vend, një punë, një zakon, një frikë ose një mënyrë jetese nuk ju shqen më. Mund të mos dini ende çfarë vjen më pas, por ndjeni se diçka e vjetër nuk ka më të njëjtën forcë dhe të njëjtën shkëlqim. Kthimi i Neptunit në retrograd thellon këtë proces. Ajo që ishte paqartë jashtë tani bëhet pyetja brenda. Ajo që keni ndjerë në heshtje tani kërkon dëgjim. Ajo që keni shtyr tani kthehet në formë ëndre, lodhje, intuite, nostalgjie ose shqetësim të brendshëm. Për shenjën e Demit, kjo periudhë mund të sjellë nevojën për më shumë qetësi, më shumë gjumë, më shumë distancë nga zhurma, më shumë kohë për veten, më shumë reflektim dhe më pak detyrim për të qenë gjithmonë i fortë, praktik dhe i disponueshëm. Në nivelin psikologjik, Neptuni në retrograd në dash mund të nxjerrë në dritë mënyra të fshehta, me cilët Demi e sabotonte veten, ndoshta qëndroni shumë gjatë në situata që nuk bëjnë mirë, sepse keni frikë të humbni stabilitetin, ndoshta pranoni heshtjen, dhe kjo është janë e mirë. Pritjet ose paqartësitë sepse nuk doni të përballeni me një të vërtetë, ndoshta jepni shumë energji për dikë, por e quani durim. Nësa në të vërtetë është lodhje shpirtërore. Ndoshta keni mbajtur një sekret, një ndjenjë ose një dhimbje për më shumë kohë, sepse mendonit se nëse nuk flitet, nuk ekziston. Por Neptuni në retrograd në sektorin e 12 thot, ajo që nuk flitet jeton brenda, dhe ajo që jeton brenda kërkon shërim. Ky është një tranzit shumë i mirë për pastrim të brendshëm. Demi mund të përfitojë shumë nga terapia, lutja, meditimi, tërheqja e qetë, qëndrimi, mënyra të muzika, arti, deti, uji, gjumi, rregullt, shikimet, mendimet dhe kështu me radhë. Nuk është një periudhë për të thënë jam mirë, vetëm sepse nuk doni të shqetësoni të tjerët. Është periudhë për të pranuar se edhe njeriu më i fortë ka nevojë të pushojë, të qajë, të heshtë, të gëzojë, të qesh, të falë, të largohet ose të mbyll një kapitull. Në dashuri ky fenomen mund të jetë shumë delikat për Demin, sepse sektori 12 lidhet shpesh me dashuritë e fshehura, ndjenjat e pathëna, lidhjet karmike, marrëdhënie që nuk kanë formë të qartë, sakrificat në heshtje, pritjet, nostalgjitë dhe historitë që jetojnë më shumë në shpirt se sa në realitet. Për Demin që kërkon siguri dhe prani konkrete, kjo mund të jetë periudhë ku duhet të bëj një dallim shumë të rëndësishëm. A është kjo dashuri reale apo është një ndjenjë që unë mbaj gjallë sepse nuk dua ta pranoj fundin? A është ky person i pranishëm apo është vetëm një ëndër që më jep ngushëllim, apo më jep qetësi historike apo lodhje heshtje? Edhe pse në çift të martuar prej vitesh, nëse kupton diçka në lidhjet e veta, ka frikë t'i hapet njeriu të vetëm, njeriu zemrën, dhe ka frikë se mos ta kuptoj personi që është përballë tij. Dhe nëse kupton, është diçka e përfunduar pa përgjigje. Dhe kjo mund të ndjeni, unë ta ndjeni shumë shpesh tani dhe mund të flisni, sepse jo ta dramatizoni, por është mënyra dhe kuptimi. Ju rëndon mbi supet tuaja, në shpirtin tuaj, doni ta shfaqni se shfaqni dot. Njeriu që jeni martuar, i keni njerëz, keni pasur, keni gjëra, probleme nga më të ndryshmet, por është ajo çka themi, kapitulli i ri. Dhe kjo do të thotë dashuri, do të thotë zemërgjërsi, do të thotë mundësi.
Përsa këtë qenë së demit që është vetëm, kjo periudhë mund sjellë ndjenja për dikë që nuk është e lehtë arritshme, një person nga e kaluara, një dashuri e fshehtë, një tërheqje shpirtërore, një histori që nuk ka ende qartësi. Duhet shumë kujdes dhe jo vetëm. Demi mund të ketë realist për sa i përket për këtë dashuron që mund të bëhet më shumë besnik ndaj një ndjenje. Edhe kur realiteti nuk mbështetet me atë ndjenjë, Neptuni në retrograd ju pyet: po pres sepse ka vërtet shpresë, apo sepse nuk dua të heq dorë, por dashuroj njeriu në real apo kujtimin e tij? Po më ushqen kjo lidhje apo po më merr paqen? Pra, ka diçka në vetveten e vet. Për sa i përket për ribashkime, ky tranzit mund të sjellë kujtime, ëndra, mesazhe të brendshme, nostalgji, rikthime emocionale. Po, është e mundur, po, premtimet dhe ndikimet që kanë qenë diku në mjegull tani janë të pastra. Dhe kjo bën që mundësitë dhe koha të jetë me juve. Lidhet shumë, lidhe me karrierën. Lidhe me karrierën duke se ndikimet janë shumë të mëdha. Mund të jetë një sinjal shumë pozitiv. Në financat, Neptuni në retrograd dhe në sektorin e 12 ndikohet jashmase dhe kjo bën që juve të jeni mjaft pozitiv. 10 ditë që parë i kësaj shenje duket se rikthehet dhe nuk është domosdoshmë periudhë që juve të mërziteni, sepse ky 10 ditë i parë me Neptunin në retrograd mund të nxjerrë në paqe shumë gjëra dhe shumë kujtime. Ndikimi më i mirë. Dhe për demin e ditës së parë, mesazhi është: dëgjoni heshtjen, ajo po ju tregon diçka. Nuk keni nevojë të veproni menjëherë, por keni nevojë të pranoni të vërtetën e brendshme. Ajo që mbyllet tani, nuk mbyllet për t'ju dënuar, mbyllet për t'ju liruar. Kuptojeni, sepse në lidhje me punën dhe karrierën ka diçka shumë surprizuese. 10 ditë që i dytë të shenjës së demit me Neptunin në retrograd në dash, bie drejt për drejt mbi pjesën më të afërt të sektorit tuaj të 12 të mënyrës dhe ndikimit të madh, sepse energjia u jep mundësinë dhe kohën. Demi 10 ditë që të dytë mund të kuptojë se nuk mjafton të pushoj vetëm fizikisht, por dhe mendërisht, sepse lodhjet e iskashme, mënyra dhe mundësia, por në ribashkim mund të rikthehet në histori që keni pritur gjatë ose keni mbajtur shumë. Saturni ju pyet: a duat të përsëris këtë peshë? A ka përgjegjësi reale të dyja palët? A ka qartësi? Nëse jo, është mirë të mbyllet me respekt sesa të vazhdoj si lodhje e fshehur? Është pyetja. Ndikimi dhe vazhdimësia, duket se po, është e mundur. Në karrierë mund të ndjeni nevojën për të punuar më shumë dhe mund të arrini qëllimin tuaj. Në financa duhet të vendosni kufi të qartë me shpenzime të padukshme, ndihma familjare ose detyrime që nuk i deklaroni hapur, do thot mundësi, do thot rëndësi për nisma të reja. Për shenjën demit të ditës së dytë, mesazhi është: shërimi nuk është vetëm ndjenjë, është dhe baza. Duhet të vendosni kufi, të organizoni pushime dhe të mos mbani më peshën që nuk ju takon dhe të pranoni se qetësia e brendshme kërkon disiplinë, po aq sa puna. Demi i 10 ditë të tretë. Demi i 10 ditë të tretë duket se ka të bëjë shumë me ndikimin, mundësinë, kohën dhe detyrimet, sepse demi i 10 ditë të tretë mund të mos ketë menjëherë një ngjarje të madhe nga ky tranzit, por mund të fillojë të kuptojë se disa gjëra janë të ndryshme nga kuptimi dhe vendimi. Kurse në dashuri, kjo periudhë mund të bëjë më reflektues. Nëse jeni në çift, mund të ndjeni nevojën për shumë gjëra. Në karrierë mund të jetë një periudhë e mirë për punë të heshtur, përgatitje, planifikime, krijime, mundësi. Mos e nënvlerësoni përgatitjet. Jo diçka duhet, sepse gjithçka mund të jetë, por duket menjëherë. Sepse në financa është mirë të kontrolloni shpenzimet e vogla, pagesat e harruara, ndihma që keni në anën tuaj. Sepse kjo ka të bëjë shumë, kjo ka të bëjë me ndryshime dhe vendime të rëndësishme. Dhe kjo do të thotë një mundësi. Për demin të ditës së tretë, mesazhi është: filloni të dëgjoni sinjalet e brendshme, para se ato të bëhen të forta. Nuk është koha për panik, as për vendime të mënjershme. Është koha për të vëzhguar, për të pastruar, për të ulur ritmin dhe për të kuptuar se siguria nuk është vetëm ajo që keni jashtë. Siguria e vërtet fillon dhe nga paqja që ndërtoni
brenda vetes. Do shohim të një shenjë tjetër tani, do shohim të një shenjë mjaft ndikuese dhe tepër rrezatuese. Kjo do thot binjakët. Binjakët e lindurit të shenjës së binjakëve kthimi i Neptunit në retrograd në dash, datën 7 korrik, është një fenomen shumë i rëndësishëm për miqësitë, grupet, rrethimi shoqëror, rrjetet sinjale, publiku, audienca, planet afatgjat, projektet kolektive dhe bashkëpunimet që do të keni me njerëzit. Ëndra që bëhet realitet, koha që juve keni dhe mundësia që juve keni është një nga mundësia më pozitive e që ndonjëherë. Dhe kjo do të thotë që ka të bëjnë shumë me rëndësinë. Gjithmonë binjakët janë një hap para sa çfarë ndodh. Për të lindur kësaj shenje, duket se Neptuni në retrograd në dash është një fenomen shumë i rëndësishëm. Dhe kjo do të thotë mundësi, rëndësi. Binjakët kanë bëjnë shumë sepse dashi ndodhet në sektorin e 11 astrologjik, një sektor që lidhet me njerëz që u rrethojnë, me lahat shumë të fuqishëm. Binjakët janë shenjë ajri, shenjë mendje, komunikimi, kontakte dhe lëvizje të rëndësishme informacionesh. Lëvizjet e shpejta ju dini të njihni njerëz, të flisni, të krijoni ura, të merrni informacione, të lidhni me grupe të ndryshme, të përshtateni në ambientin tuaj. Por Neptuni në retrograd në dash, në sektorin tuaj të 11, ju kërkon të shihni të vërtetën dhe frymëzoheni nga këto. Ky është një nga tranzitet që mund të duket e lehtë në fillim, sepse nuk prek me njerëz zonat personale apo çështjet individuale. Një projekt kolektiv është e mundur të ndodhi, të dalloni frymëzimin nga iluzioni. Dashi si një shenjë që sjell zjarr, iniciativë, guxim dhe dëshirë për të nisur diçka, në sektorin tuaj të 11, kjo mund të tregojë projekte të reja me njerëz, plane në të ardhmen, grupime dhe ndryshime. Dhe Neptuni nuk vepron si dashi klasik. Ai nuk thot me njëherë shko dhe fito. Ai pyet, kjo ëndër është e vërtet? Ky grup është i pastër? Këta njerëz kanë qëllime të qarta? Ky projekt ka themele të forta? Apo vetëm entuziazëm? Apo më frymëzon kjo miqësi apo më çon në mjegull? Ja pra se çfarë ndodh me Neptunin. Kur Neptuni kthehet në retrograd, ndikimi bëhet më i brendshëm. Kjo do thotë se binjakët mund ta rishikojnë çështjet e tyre. Mund të rishikojnë mundësitë dhe vendimet, çështjet të mëdha që kanë favorizime. Por për binjakët ky tranzit sjell rishikime të ëndrave personale. Ju mund të pyesni veten, a është kjo që dua për të ardhmen? A më jep mundësinë dhe kohën e duhur për të nisur gjëra të reja? Kjo është shumë e rëndësishme për binjakët, sepse shpesh energjia, komunikimi, marrja e vendimeve të rëndësishme është në anën tuaj. Në pikë shumë e rëndësishme e juve binjakë të dashur mund të jetë shumë e hapur me njerëzit që mund të besojnë shpejt dhe shpesh. Në dashuri ky tranzit mund të ndikojë përmes miqësive, përmes çështjeve të mëdha, sepse binjakët janë një çift që mund të ketë pyetje në rolin e miqësisë të marrëdhënieve. A ka njerëz që të kenë rëndësi në këtë dikim? Po. Apo kaloni juve mirë apo përkundrazi jeni shumë të mërzitur? Fjala që jam i lodhur për lodhje e kënaqshme. Për binjakët që janë vetëm, ky tranzit mund të sjellë njohje përmes grupeve internetit, komunikimeve dhe aktiviteteve, projekteve kolektive, miq të përbashkët. Mund të rriqni nga dikush që tërheqja është magnetike ose frymëzuese, e guximshme, shpirtërore ose i lidhur me një projekt në të ardhmen. Por Neptuni në retrograd kërkon qartësi. A është ky person i lirë? A është i sinqert? A ka qëllime të qarta? Apo ju sheh realisht vetëm si pjesë të një ëndre? A ju jep paqe apo ju mban në pritje? A ju mban në pritje, keni kujdes, sepse kërkon dashuri dhe siguri. Për i bashkim, ky tranzit mund të sjellë rikthime përmes miqve, të grupeve rrjeteve sociale, mesazhe, ndikime, njerëz të rëndësishëm. Mund të shihni emrin e tij në një postim, një kujtim, një mesazh, një koment, ose dëgjoni diçka përmes dikujt tjetër, por duhet shumë kujdes me interpretimin. Jo çdo shenjë është ftesë për kthim.
Jo çdo rikthim në mendje do të thotë rikthim në jetë. Neptuni në retrograd ju kërkon të pyesni, a ka mbetur realisht dashuri apo vetëm një ide e bukur e asaj kohe që mund të ishte. Të thoni juve, po sa është e mundur kjo të ndodhi? Ka mundësira dhe shumë. Në lidhje me disa ndikime dhe disa çështje që lidhet me punën aktuale dhe me ndryshimet e mëdha, është një kohë përcaktuese dhe rrezatuese për atë që keni. Një nga mundësitë që keni dhe kohën e duhur nuk diskutohet, sepse dhe 10 ditë i dytë e ka një mundësi dhe një moment shumë të artë në këtë aspekt. 10 ditë i tretë, që lidhet shumë me çështjet, kanë bëjnë me punën, kanë bëjnë me karrierën dhe jo vetëm. Në dashuri ky 10 ditë mund të ketë reflektime miqësie që mund të bëhet shumë ndikues, sepse në karrierë kjo periudhë mund të jetë e mirë për të vëzhguar publikun në ndikime të mëdha. Për binjakët e 10 ditës së tretë, mesazhi është: nuk kemi nevojë të jemi kudo dhe me të gjithë. E ardhmja juaj kërkon më shumë qartësi sociale. Zgjidhni njerëzit që ju japin vizion, jo ata që ju mbajnë në zhurmë. Një ëndër e mirë nuk ka nevojë për shumë njerëz, ka nevojë për njerëzit e duhur. Nëse juve keni këtë mundësi, kjo është tjetër gjë pastaj që mund të kemi rishikime dhe ndryshime. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, mjaft rrezatuese dhe mundësi të artë. Kjo do thotë gaforja. Për sa i përket gaforreve, meqense gaforret japin verdiktin kryesor mbi atë çka ndodh, mbi atë çka janë, sepse kanë dhe mundësinë dhe kohën e artë. Shenjat e ujit zakonisht juve të kësaj shenje lidhen shumë me anën shpirtërore. Atë çka jam, atë çka dua, atë çka kërkoj të realizoj. Dhe 10 ditë i parë i kësaj shenje duket se na jep mundësinë, kohën, vendimin, ndryshimin. Neptuni në retrograd ka të bëjë shumë me ndikime të mëdha, pasiguritë që ju ndjeni, disa parat pamarra, i merrni, një mundësi e artë, sepse lidhet me karrierën, imazhin publik, në marrëdhënie. Nëse jeni çift mund të keni pak tension për shkak të punës, përgjithësisht kur them nganjëherë që puna vërtet është e mirë, na ndihmon sepse është ekonomia, është gjëra, po kryesore është familja. Ta keni parasysh, gaforja është si punë e demit më keq, kokfort. Ku ka më mirë kesh një shenjë uji ose një shenjë toke siç janë demët, ku të japin vullnetin, të japin mundësinë, të japin kohën, të matin kokën me për gjëra që duan të bëjnë në familje, nuk të lëshojnë, por janë të dashur, kanë zemrën kanë qetësinë dhe zemrën e pastër. Dhe di që parë shumë i favorizuar dhe shumë ndryshyme që ka tani tutje. Në financa sidomos ka ndikime shumë të mira sepse ka të bëjnë disa pagesa të paqarta, shpenzime, imazhe i mbyllin këto çështje. Pak kujdes, mos mund nxitoni. Në lidhje me një çështje të madhe që keni 10 ditë i dytë, nëse ka mundësi, domethënë që keni lidhje me karrierën, sepse Saturni në sektorin e 10 që mund të sjellë shumë përgjegjësi për punën, shumë presion nga ana tjetër. Gjeni mënyrën e taktin për ta rregulluar. Në dashuri mund të ketë tension për shkak të punës së përgjegjësive. Nëse jeni çift, partneritete, ndryshime, ndikime, duhet pasur shumë kujdes të 10 ditë të dytë. Sepse gaforret e 10 ditë të dytë, mesazhi është ndërtoni një karrierë që ka edhe realitet, edhe shpirt. Nëse një përgjegjësi është e juaja, merrni me pjekuri. Nëse nuk është e juaja, mos e mbani vetëm nga frika ose faj. Suksesi duhet të jetë themel dhe jo i mbyllur, jo si në burg. Dashuria e vërtet, pranojeni, sepse e keni këtë mundësi në këtë periudhë. Sa do zgjasë më Jorgo, të thoni juve, ka një jetëgjatësi në kohë, sepse retrogradat lidhen shumë me 40 ditë, 45 ditë të tilla planetësh, se janë lidhen e planetet e ngadalt që flasim. Gaforja e 10 ditësh i tretë ka një ndikim tjetër tani, sepse lidhet shumë edhe me kuptimin dhe mundësinë, që ka të bëjnë në lidhje me anën dhe pozicionimin e planeteve, ku në disa raste
është mundësia, është koha, është marrja e vendimeve të rëndësishme në lidhje me punën tuaj, në lidhje me atë çka juve keni dhe juve ju ofrohet. Por megjithatë, 10-23 është shumë i fokusuar në ekonomi, në vazhdimsi dhe jo vetëm, sepse kjo periudhë është një nga periudhat më të arta dhe më të qarta mbi gjërat që doni të bëni, mbi periudhën që juve keni, sepse tani 10-23 është në ndikim dhe në favorizim, në karrierë e një periudhë që disa projekte keni ose disa lodhje emocionale do t'i arrini qëllimit, por nga forët e 10-23 mesazhi nga ana ime është mos e injoroni zërin që ju pyet nëse kjo rrugë ju përfaqëson. Nuk duhet të ndryshoni gjithçka me njëherë, por duhet të filloni të dalloni ëndrrën e vërtet nga roli që keni mësuar dhe doni. Karriera juaj e ardhshme duhet të ndërtoni mbi qartësi dhe jo në fshehtësi dhe në errësirë, sepse është një problem që ju mund të keni në anën tuaj. Do vijojmë tek një shenjë tjetër tani, tek një shenjë mjaft ndikuese, rrezatuese, që do thotë shenja e luanit. Luani i ditës parë duket me kthimin e retrograd në dash në ditën e martë, kjo është një energji që kupton, rregullon, starton. Luan të dashur, keni mundësi dhe kohën në fushën e dashurisë, ku shumë gjëra do të ndryshojnë, shumë gjëra do të arrihet. Por kërkoni qartësi dhe jo vetëm mall dhe mundësi dashuri dhe mshuri. Ka një mundësi sepse karriera ka të bëjë shumë me frymëzimin, me ndryshimin, me mundësitë dhe kohën e duhur në ekonomi dhe disa çështje tregtare. Jeni shumë të fokusuar. A jeni të fituar? Kjo varet nga kontrata që juve keni bërë. Luani i ditës së dytë, duket se Neptuni në retrograd në dash aktivizon sektorin e 9, pra vizionin, udhëtimet, studimet. Keni mundësinë dhe kohën e duhur sepse luanët e ditës së dytë, mesazhi për ta është vizioni juaj mund të bëhet realitet, por kërkon disiplinë. Mos humbni ëndrrën, por mos lini pa bazë. Një horizont i madh nuk arrihet vetëm me besim, arrihet me plan, durim dhe qartësi. Ditës së tretë, duket se favorizimet dhe ndryshimet, mundësitë dhe kohën në karrierë, në dashuri, keni mundësinë dhe anën tuaj. Për luanën e ditës së tretë, mesazhi është lejoni vizionin të pastrohen para se të shpallni. Nuk duhet të keni përgjigje për gjithë gjërat me njëherë, por duhet të dëgjoni çfarë nuk ju frymëzon dhe çfarë fillon të ndizet përsëri brenda jush. Rrugë e madhe nuk humbet. Thjesht kërkon të bëhet më e vërtet dhe më e shkelur. Mënyra dhe mundësia, koha dhe dituria janë të juaja. Keni një mundësi shumë mirë, anën më pozitive të që ndonjëherë sepse stabilizimi është në anën tuaj dhe gjërat janë favorite. Dhe koha është në anën tuaj. Nuk diskutohet, nuk vjen dyshim, sepse është pikërisht kjo mundësi, është pikërisht kjo moment. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, një shenjë toke, që do thotë Virgjeresha. Për Virgjeresha duket se ndikimi më i madh për të lindur të shenjës së Virgjereshës, kthimi i Neptunit në retrograd në dash pas nesër, do të thotë se është një fenomen shumë i thellë, shumë psikologjik, shumë i rëndësishëm sepse aktivizon sektorin e 8 astrologjik të hartës suaj. Ky sektor lidhet me paranë dhe paratë të përbashkëta, financat, partneritet, kredi, borxhe, taksa, trashëgimni, sigurime shoqërore, detyrime ekonomike dhe intimitetin, besimin dhe seksualitetin, frika e brendshme, varësia, kontrolli mbi gjithçka. Virgjesha është shenjë toke, shenjë analizë, detaj, shpërblimi, përgjegjësi, çështje pune, kontroll dhe besim, dorëzim, sinqeritet dhe shumë gjëra. Një kujdes të veçantë, miqtë të dashur të kësaj shenje, do keni rritjen e detyrë, por kjo rritje ka dhe peshën e madhe, ka dhe koston. Kujdes, shikojeni. Sepse dashës si shenjë zjarri sjell impuls, guxim, dëshirë, për fillim, vendime të shpejta dhe jo vetëm. Për Virgjeshën ky tranzit mund të sjell një periudhë ku disa çështje financiare të përbashkëta kërkojnë një rishikim, mund të ketë borxhe, kredi, taksa, dokumente, siguri, trashëgimni dhe duhet të zgjidhen pikërisht brenda kësaj periudhe. Dhe është një mirë sepse në dashuri ky tranzit jep shumë mundësi. Sepse ka të bëjë shumë me kohën, se Virgjeshja mund të kuptojë se ka nevojë për më shumë qartësi dhe intimitet.
mund të ndjej disa gjëra që duhen bërë, por vallë jeni gati të përgjigjeni kërkesave që ju keni. Këtu është e gjithë çështja. Sepse dhjetëish i parë ka ndikime shumë të mëdha këtë aspekt. Dhe karriera që ka të bëjnë për dhjetëishin e parë, çështjet e investimet dhe pagesat duhet keni shumë kujdes, sepse ka pasur pak mjegull në këtë aspekt. Dhe ky mjegull prish disa ekuilibra dhe nuk janë të pastër të tretët, dhe këtë e keni vuajtur në shpirtin tuaj 5 vitet e kaluara. Dhjetëishi i dytë ndikohet shumë sepse lidhet edhe me punën, me familjen, lidhet me vetëm do bëni kujdes të dhjetëishit të dytë në fushën e karrierës, bëni kujdes me investimet, marrëveshjet, paratë që varen nga të tjerët. Këtu është problemi më i madh. Motoja është shikoj, rregulloj, kuptoj dhe pengoj problemet. Dhe këtu shikojeni sepse ka diçka shumë të madhe. Do ta kuptoni tani ju gjën, por nuk është në mirë që ta flisni. Dhjetëishi i tretë duket se ka një ndikim shumë mirë, flitet hapur, sidomos për parat, emocioni, puna, karriera, bilancet, dashuria e vërtet, lidhjet e reja, favorizojnë jashmase, është një mundësi shumë e mirë të dhjetëishi i tretë. Mesazhi është mos i lini asgjë të rëndësishme në mjegull. Edhe nëse ende nuk e keni problem, apo nuk duket problemi, qartësia e vogël sot mund t'ju mbrojë nga lodhja e madhe nesër. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë një shenjë ajri, një shenjë që vërtet është në anën më të mirë të mundshme, që do thotë peshorja. Peshorja duket se kthimin e turin në retrograd, në dash, pas nesër, është një nga fenomenet e rëndësishme të periudhës. Ndodh përballë shenjës suaj, në dash. Ndikime. Ky nuk është një tranzit i vogël për peshorën. Është tranzit që prek boshtin themelor të jetës suaj. Unë dhe tjetri. Pra, kuptojeni frazën unë dhe tjetri, sepse janë si dy njerëz siamez, janë bashkëputur. Dhe kjo do thotë që kërkohet vëmendje. Peshorja është shenja ajri, shumë harmoni, diplomaci, ekuilibër, marrëdhënie, estetik, drejtësi, bashkëpunim dhe nevojë për të jetuar me njerëz në mënyrë të civilizuar. Të tjerë janë të civilizuar. E këtu është çështja. Se juve unë e them gjithmonë në kriva dhe piperi. Po kush më dëgjon? Kur e marrin vesh pastaj thonë, a ka drejt Jorgo. Po vini veshin tani që kemi këtë Neptunin në na prishë shumë ekuilibra, me thënë drejtën. Dhe kërkohet pak më tepër vëmendje do ishte më mirë janë. Dhjetëishi i parë i kësaj shenje lidhet me karrierën më shumë, sepse ka të bëjë shumë. Dhjetëishi i parë, kthimi i Neptunit do thotë që jeni ndër më të prekur të këtij fenomeni, se kjo periudhë mund të sjellë rishikime shumë të mëdha në dashuri, martesë, bashkëpunime, kontrata, njerëz që kanë përballë, mund të keni gjëra të paqarta, padrejtësi, çështje ligjore, çështje penale, që vjen në individ pastaj kur ka ndodhur fenomeni, mbi skandale që do të ndodhin, kujdes nëse keni firmosur diçka, duhet trokisni, kërkoni qartësi, sepse në emrin tuaj janë vendosur shumë gjëra në firmat e mashtrusve, se kemi shumë mashtrus, të mashtrusët që lidhen me para, lidhen me gjëra, duhet keni kujdes nga njerëz të tillë se do dalim sipërfaqe. Në karrierë kujdes me kontrata, kujdes pa them, dhe ditë që parë me kontrata, partner dhe bashkëpunime. Mos pranoni marrëveshje të paqarta që janë në mjegull, nuk shikoni asgjë. Në financa kujdes me paratë që lidhen me partner ose me klient, sepse është pak problem dhe ditë që parë. Kjo varet në individ pastaj, sepse nëse forcohet ndikimi dhe ndoshta ishte ndërtuar mbi mjegull dhe tani ndërtohet në anën e shpirtit. Mund të humbisni pak miqtë mi të dashur, por nuk do të thotë se do humbisni përgjithmonë. Është momenti ku do dëgjoni fjalë nga mashtrues të ndryshëm që do t'ju prishi pak terezin dhe nuk do bashkëpunoni më me ta. Dhe këtu shikojeni pak çka ka ndodhur. Janë individ pastaj dhe mund të flasim në privat për gjëra tjera, sepse janë disa gjëra që lidhet shumë me këtë Neptunin. Për ne po zgjatem për këtë arsye të kuptoni dhjetëiçet, se më keni thënë dhjetëiçi i parë, dhjetëiçi i dytë çfarë ndodh. Për në tema të rëndësishme që kërkojmë me deumos të vërtetën, dhe unë jam këtu për t'ju thënë këto gjëra. Dhjetëiçi i dytë duket se kanë të bëjnë shumë me ndikimet, sepse Mërkuri në retrograd tregon
ku ka mjegull, Saturni kërkon të mos fshihen më pas fjalëve të bukura. Çfarë është marrëdhënia në praktik? Çfarë jep secili? Çfarë merr secili? A ka përgjegjësi nga të dyja palët? Dhe kjo është një gjë më vete. Në dashuri, nëse jeni në çift, duhet të flisni me maturi, ndershmëri. Nuk duhet të akuzoni njëri tjetrin apo të heshni. Nuk duhet të dëgjoni njerëz që flasin kundra jush. Me personin që keni përballë, sepse nuk do që t'ju t'jeni bashkë. Keni kujdes, sepse njeriu që keni përballë apo e dashura i dashuri është flori e kaluar floriri. Të tjerët ju flasin në mënyrë që nuk duhet. Dhe juve dëgjoni njerëz që ju flasin. Po kur ju takuat me njëri tjetrin, u dashuruat me njëri tjetrin, pa qenë njëri në mes, e çdreqin duan të tjerët atëherë që futen në mes, çfarë pyetja? Për t'ju prishur. Pra, çfarë flitet këtu, dali këtu. Mos dëgjoni sepse po shkatrohen familje për gjëra një fjalë goje, kur nuk është e vërtetë. Dhe kjo është vërtetësia. Neptuni këtë të po bën. Dhe do më kujtoni, ka disa gjëra shumë të mëdha dhe shumë të mira në këtë drejtim. Sepse lidhet me karrierën, lidhet me çështjet e rëndësishme, është një moment shumë i rëndësishëm për kontrata, partneritete profesionale dhe klient. Vendosin çdo gjë me shkrim, flas për ligjin e dytë. Në financa, mos përzini para dhe marrëdhënie pa rregulla. Sepse do të keni mundësinë. Përkundazi, bëhen më të sigurta. Ai që nuk duron kufi, ndoshta nuk është ekuilibër, por varësi. Dhe diçi duke se peshorët e diçi mund të fillojnë të vërejnë disa njerëz që nuk janë kaq qartë, sepse duan që të marrin energjinë nga juve. Por keni kuptuar tani se çfarë ndodh, dhe tani nuk e pranojnë dhe flasin në mënyrë jo të duhur, jo të denjë. Sepse çështjet e dashurisë gjithmonë ka diçka. Duhet jeni mundësi që kanë të bëjnë, koha, afrimiteti, diplomacia, duhet më shumë e vërtet. Sepse kjo është një periudhë shumë e mirë për të vëzhguar pa nxitim. Kush jep paqe, kush ju lodh, kush ju njeh, ju sheh realisht, kush ju mban në pritje, kush flet bukur por nuk vepron. Në dashuri, nëse jeni në çift gjithashtu, ka dhe ndikime të mëdha për punën, karrierën dhe jo vetëm. Në karrierë është më mirë të vëzhgoni bashkëpunimet dhe kontratat, mos u nxitoni në partneritete të paqarta, në financa apo ku diun, sepse ndikimet që kanë bënë, mundësi që ju e keni, është koha që ju jeni pak të ftohtë, por të dashur më të pastër. Marrëdhënia e vërtet nuk ka nevojë për mjegull që duket e bukur. Të shkojmë tek një shenjë tjetër tani, tek një shenjë uji, tek një shenjë që vërtet starton dhe stabilizon. Që këtë do thot Akrepi. Për të lindur të kësaj shenje, duket se kthimi i Neptunit në retrograd në Dash e datës 7 është një fenomen shumë i rëndësishëm, sepse aktivizon sektorin e 6 astrologjik të hartës suaj. Akrepi është shenjë uji, shenjë thellësie, kontrolli, transformimi, intuite, domosdoshmëri, jo zhurmë, por saktësi. Neptuni në retrograd në Dash hap një ndikim, hap një çështje të re, pune, dhe jo vetëm. Një pyetje e rëndësishme deri ku duhet të shkoni, sa mund të mbajë një trup, sa përgjegjësi ka dhe sa jeni të vërtet në veten tuaj. Ku po shërbeni me dashuri dhe ku po shëroni veten? Ku po punoni me përkushtim dhe ku po humni energji në një sistem që nuk është i qartë? Dashi për Akrepin ndodhet në sektorin e 6. Dashi është shenjë zjarri, veprimi, nxitimi, iniciativë. Por në anën tjetër ka diçka që mund të jetë mundësi. Kur Neptuni ndodhet në Dash dhe kthehet në retrograd në sektorin tuaj të 6, ai kërkon të mos përdorni forcën tuaj pa kufi në jetën e përditshme. Ai thot, ndalo pak dhe shiko çfarë po merr energji dhe çfarë doni të bëni. Ky tranzit mund të tregojë se Akrepi duhet të rishikojë rutinën, ndoshta nga paqartësitë, ndoshta nga ndryshimet, sepse 10 ditë që parë jep disa
ndikime dhe favorizime. Ky dhjetëgjyq duhet të jetë shumë i kujdesshëm sepse lidhet me paqartësi dhe lodhje e tejshkajshme. Ndikimi që kanë bënë në dashuri kjo periudhë ndikon përmes rutinës, lodhjes, nëse jeni në çift, kujdes. Mos u ktheni vetëm sepse ndjeni i e nevojshëm për jetën tuaj, por nëse nuk i pëlqen diçka, bëni ndryshimin. Por jo se doni të largoni nga njerëz të pafuqishëm dhe njerëz të parespektuar. Sepse karriera kërkon pagesa, përgjegjësi. Në financë kujdes me shpenzimet, se ky dhjetëgjyq i parë ka këtë ndikim. Dhjetëgjyqi i dytë është favorizimi dhe kultura, mbrojtja, ndryshimi, mundësia, periudha dhe dashuria e vërtet. Paraja me provë, paraja dhe mjaftueshëm për të ecur përpara. Dhjetëgjyqi i tretë, ndikime, sepse akripi i dhjetëgjyqit të tretë mund të fillojë të vërej shumë gjëra. Dhe kjo është një periudhë, kjo është një kohë që rregullimi, ritmi, ndryshimi, dashuria është mundësia më e madhe. Gjithashtu, për akrepin të dhjetëgjyqit të tretë, mesazhi është: mos prisni derisa lodhja të bëhet e madhe. Rregulloni tani ritmin, sepse përditshmëria kërkon vendime. Ndryshimet e vogla mund të shmangnin peshën e madhe në të ardhmen. Pra ka diçka mjaft të madhe. Shikojeni sepse do më kujtoni sepse ka diçka shumë të madhe. Dhe nuk mjafton të përballeni, duhet të ndërtoni një sistem që nuk ju shkatron. Disiplina e shëndetshme është mbrojtja dhe jo mbyllja. Do shohim tek një shenjë tjetër tani, do shohim tek një shenjë mjaft rrezatuese, mjaft pozitive dhe shanse të papritura. Këto janë shigjetarët. Për shigjetarët duket se të lindur të kësaj shenje, duket se Neptuni në retrograd pas nesër do thot shkon në shtëpinë e 5 të shenjës suaj, ku në ndikimin, në flirtimin, artin, riskun, sken personale lindin nga zemra. Ky është një sektor shumë i afërt me natyrën shigjetare, sepse shigjetari është shenjë zjarri, shenjë entuziazmi, besimi, lirie, aventure, dëshirë për të jetuar, kuptuar me horizont dhe harmoni. Dashi kthehet në ndikimin më të madh, sepse Neptuni në retrograd është gjithashtu një shenjë zjarri. Kjo do thotë energji nuk vjen për të bllokuar mënyrën e rëndë, për të zgjuar frymëzimin, dëshirën, pasionin dhe jo vetëm, por sepse Neptuni kthehet në retrograd. Ky frymëzim duhet parë më shumë me kujdes. Neptuni dhe ndikimi i madh i tij në dashuri, ky tranzit është shumë i fortë. Në punë është shumë pozitiv. Ky tranzit nxjerr sipërfaqe paqartësitë në çështje sentimentale. Nëse brenda çiftit ka mungesa pasioni, mungesa sinqeriteti ose ndjenjë që nuk thuhet, Neptuni në retrograd mund të bëj më të ndjeshëm. Shigjetari mund të ëndërrojë diçka të tjetër për juve me njëri tjetrin, sepse kërkon jo vetëm mohim, kërkon drejtësi, kërkojnë atë që është, se shumë fjalë fliten për shigjetarët, por e vërteta është brenda dhe shpirti të tyre, mundësisë të tyre. Dhe kjo është një diçka shumë e madhe që lidhet me shigjetarët. Nëse dikush nga kaluara rikthehet, shigjetari duhet të pyes: a ka ndryshim real? A ka qartësi? A ka liri të shëndetshme? Shtohet pyetja. Ne themi po, sepse lidhet me ndikimin, lidhet me dashurinë e vërtetë. Prandaj që dëshirojnë fëmijë, ky tranzit mund të zgjojë ëndra, dëshira dhe pyetje të thella. Mund të ketë ndjeshmëri të madhe rreth temës së prindërimit. Disa mund të ndihen më të hapur ndaj idesë së fëmijëve. Të tjerë mund të rishikojnë se janë gati në çdo rast. Neptuni në retrograd kërkon të mos vendos gjërat vetëm nga emocioni i momentit. Çdo vendim që lidhet me fëmijë duhet të ketë dashuri, por dhe përgjegjësi. Mënyra dhe mundësia, koha dhe vazhdimësia janë dy gjëra kryesore mbi atë çka është e mbi atë çka realizohet. Në familje ndikimi është fantastik dhe një moment mjaft pozitiv. Ky tranzit mund të jetë një dhuratë për shigjetarin, sepse ju kujtojmë se jeta ka nevojë për zjarr, për dashuri, për krijim dhe për lojë. Por zjarri më i bukur është ai që ndriçon, jo ai që djeg pa drejtim. Nëse dëgjoni këtë mesazh, Neptuni në retrograd në dash mund të ndihmojë të gjej një pasion më të pastër, një dashuri të vërtetë, një krijimtari që del nga shpirti, jo nga iluzioni.
Shqiptarët e ditëlindjet parë që lidhen shumë me dashurinë dhe me ndikimin e madh, do thot diçka e madhe, diçka pozitive, sepse ndjenja të forta, gjithmonë të qarta, mund të ndjejnë një person që është i veçantë, por duhet të shihni nëse personi është realisht i pranishëm dhe i sinqert. Ndikimet që kanë bënë nëse jeni në çift ka të bëjnë shumë një krimtari, bashkëpunimi, bashkëjetesë, sepse lidhet shumë me ndikimin e madh, lidhet shumë me mundësinë dhe kohën. Dhe ditë që parë, mesazhi im është zemra po hapet, por duhet të mos humb qetësinë, qartësinë. Dashuroni, krijoni, shprehuni, po mos idealizoni. Frymëzimi është i madh, por e vërteta është ajo që mbron. Shqiptarët e ditëlindjes të dytë kanë ndikime dhe favorizime shumë të mëdha mbi ndikimin e 5 sektorit të madh që thot ndryshim, thot përgjegjësi, thot vazhdimsi. Saturni kërkon realitet. Dhe çështjet më të mëdha, ndikimet më të madh, disiplina, ëndra që bëhen realitet. Ajo që ka të ketë të ditëlindjet të dytë ka të bëjë shumë me disa ndryshime dhe disa mundësi. Talenti nuk është vetëm dhuratë, është dhe punë dhe pikërisht nga ky ku vendosni disiplinë, ëndra mund të bëhet realitet. Shqiptari i ditëlindjes të tretë do të thotë kthimi i Neptunit në retrograd, keni ndikimin më të madh dhe pozitivitetin më të artë. Shqiptari i ditëlindjes të tretë mund të fillojë të pyes veten, çfarë më jep vërtet gëzimi? Cili pasion është ende gjallë? Cila dashuri më hap dhe cila më mjegullon? Cili projekt krijues meriton vëmendjen time? Mund të mos ketë ende një ngjarje të madhe, por mund të ketë një ndjesë si zemra që nuk pranon pafundësinë në jetë emocione. Kjo është periudha më e mirë dhe ndikimi më pozitiv i që ndonjëherë. Në dashuri, nëse jeni në çift, mund të ndjeni nevojën për shumë romancë dhe eksperjenca. Në krijimtari, në kohë, në ndryshim, por për shqiptarët e ditëlindjes së tretë, mesazhi është dëgjoni zemrën, por mos u nxitoni pas çdo shkëndije. Jo çdo emocion është drejtim, jo çdo pasion është rrugë, por ajo që ju jep gëzim në të vërtetë meriton të merret seriozisht. Kjo periudhë ju përgatit për një hapje më të madhe, krijuese dhe sentimentale në të ardhmen. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, një shenjë që vërtet rrugtimi, mundësia, rregulli. Kjo do thotë britsjapi. Për të lindur të kësaj shenje, duket se shumë gjëra ndryshojnë. Ky është një sektor shumë i ndjeshëm sepse ekonomia, stabilizimi. Britsjapi është shenjë toke, shenjë përgjegjësie, disipline, durimi, ambicie, ligjore dhe biznesmen të shkëlqyer dhe të arritur. Për britsjapin ky tranzit mund të jetë shumë i thellë, shumë pozitiv. Dhe në dashuri, ky tranzit jep kohën, jep mundësinë dhe vazhdimsinë. Për britsjapët, janë vetëm ky tranzit mund të japë në sjell dëshirën, dashurinë dhe sigurinë, qartësinë. Mos kërkoni shpëtim emocional te dikush vetëm sepse ndjeni të lodhur nga përgjegjësitë. Për i bashkim me Neptunin që ju jep, jeni ndarë, është koha e bashkimit, është koha e rregullimit, është koha e mundësisë dhe e stabilizimit dhe të ristartimit për jetën tuaj dhe në financa ky tranzit mund të sjellë shpenzime në shtëpi, por për jetë ardhmë të lumtur ama, sepse e keni mundësinë. Dashuria e munguar e keni sepse ditëlindja e parë është shumë i favorizuar dhe tepër pozitiv. Për britsjapët e ditëlindjes së parë, mesazhi është mos e quani siguri atë që në fakt është mjegull e njohur. Nëse diçka në shtëpi, familje apo brenda shpirtit nuk është qartë, është koha të shihni me butësi, por dhe me realizëm. Themelet duhen pastruar, që ndërtesa të jetë e fortë dhe pa probleme. Britsjapi i ditëlindjes të dytë ka ndikime shumë të mira, sepse në dashuri i kanë mundësinë dhe kohën, të palidhurit kanë një mundësi shumë të artë që mund të lidhen me njerëz të rëndësishëm ose me çështjet të punës të karrierës, sepse britsjapi i ditëlindjes të dytë dhe mesazhi më i sigurt është siguria nuk ndërtohet vetëm duke mbajtur përgjegjësi. Ndërtohet duke vendosur themelet të forta dhe të drejta. Familja dhe shtëpia ka nevojë për kujdes dhe për ju që keni nevojë për paqe, mos u ktheni detyrën në mbyllje
emocionesh, por hapni emocionet tuaja. Dhe e di që i tretë do të thotë që puna, karriera, ekonomia, çështje ligjore, mundësi të arta, kohën e duhur për gjëra të rëndësishme, sepse lidhet me ekonominë, lidhet me ndryshimet e mëdha që keni dhe momentet arta. Për përçap të ditë që tretë mesazhi është: filloni të ndërtoni paqen private para se jeta t'ju detyrojë ta kërkoni me urgjencë. Jo çdo themel duket nga jashtë. Disa themele janë emocionale dhe pikërisht ajo që duhet të jenë të forta, gjithçka të tjera të qëndrojnë. Mi themele të forta vejnë qinkate. Mi themelet në rërë nuk vete as të 1 metër. Prandaj është koha dhe momenti që të zgjoheni, sepse pikërisht ky Neptun, që kthehet në retrograd pas nesër, do japi shumë leksione. Për disa e marrin, disa e ironizojnë dhe disa e lënë pas dore. Kujdes në këto aspekte sepse është problem shumë i madh. Të shkojmë tek një shenjë tjetër tani, të shkojmë tek një shenjë ajri, te një shenjë që vërtet është koha, momenti. Që do thot ujori. Për të lindur të kësaj shenje, duket se kjo periudhë është një periudha më ndikuese, më dinamike, sepse jo gjithmonë ndikimet, sepse një mjegull që është, nuk mund të themi që është pastër, intuita, djeshmëria, frymëzimi, por dhe rrezik keq kuptimesh, informacionesh të paqarta dhe fjalë që nuk janë gjithmonë bazë fort. Fjalë pa baza, që thamë nga hera në televizior që mos dëgjoni në këtë periudhë, edhe ju e dëgjoni dhe shikoni me vërtet, tha Jorgo, po, e vërtet. Kur e merrni vesh pastaj masajore, kot u mërzita. Do dëgjoni këto gjëra, do shikoni dhe vetëm kujtoni. Duke pasur parasysh ndikimet të mëdha që do të kenë tani tutje, por duhet kujdes në detaje për të çështjet që ka të bëjnë me emailët, ka të bëjnë me nënshkrime, se mund të merrni emailë që janë spam ose janë gjëra që mund të hakeroheni. Keni kujdes këtë gjë, shikojeni pastaj me vëmendje. Nëse dikush ju propozon për bashkëpunim përmes internetit, mediave të komunikimit, kërkoni qartësi. Nëse një marrëveshje bëhet me mesazh, ruani provat. Nëse jepni ose merrni para përmes një personi të afërt, shkruajini qartë. Nëse ka dokumenta transporti, udhëtimi ose blerje, kontrollojeni. Ky tranzit nuk kërkon frikë, por kërkon kujdes. Për ujorin informacioni është fuqi. Për informacioni pa qartë mund të bëhet humbje. Unë ua them, ju bëni si të doje barzëmës tuaj. Ndikimet që kanë bëjnë në këtë sektor, në ndikimet që kanë bëjnë me më shumë ndryshime dhe tranzite, është mjaft kujdes. Dhe ditë që parë, ka të bëjnë shumë me karrierën, ka të bëjnë shumë me keqkuptimet dhe çështje shumë të rëndësishme sepse dini shumë i çfarë bëni. Në dashuri komunikimi është çelësi i suksesit, nëse jeni çift në dashuri, keni arritur atë që kërkoni dhe doni, por në karrierë është një ndikim i mirë për shkrim, teknologji, komunikime, çështje publike, vetëm kujdes nga detajet. Në financa kontrolloni dokumentat dhe pagesat e vogla, sepse kërkohet pak ndikim. Me pak fjalë, ujori i ditës parë do thotë mesazhi është intuita juaj është e fortë, por fjala duhet të jetë e qartë. Mos lejoni që një ide e bukur të humbas në komunikimin e paqartë. Dhe ditë që dytë, me ndikimet dhe favorizimet që lidhen me punën me karrierën, lidhjet e reja ka një shans shumë të madh. Ndikimet që kanë bëjnë, mundësitë që jepet në karrierë, ka shumë ndikime dhe shumë pozitivitet në këtë drejtim. Por megjithatë, juve të ditë që dytë, mesazhi për mua është mendja juaj ka vizion, po tani ka nevojë për disiplinë. Fjala e saktë do të jetë më e fuqishme se fjala e shpejtë. Prandaj këtë fjalë mbani mirë dhe kuptojeni se unë them dhe i them gjithmonë disa fjalë në televizor i keni kuptuar ku disa shprehje të mia dhe këtu i kam cituar për të kuptuar 10 diçët. Sa më shumë realitet sot, aq të lumtur do jeni nesër. Sa më të drejtë jeni sot, aq më të florit do kaloni nesër, sepse e drejta është shekullore, gënjeshtra është momentale. Zgjidhe merr. Ujori i ditës tretë
ka një dëshirë, sepse në karrierë është një periudhë e mirë për rishikim mënyrën e komunikimit, disa kontrata të rëndësishme në dashuri herë. Ka gjëra që ndryshe mendon, ndryshe i gjykon gjëra, por njohje përmes komunikimit do të keni juve të diçitet, por mos u merrni me lojë fjalësh. Nëse keni mundësinë, mund të lidhe për shembull po të hapni rrethin tuaj shoqëror, për shembull, do ishte mirë se është mundësi kjo, nuk është diçka problematike. Disa paqartësi. Por filloni të pastroni komunikimin me mendimin, informacionin. Një muaj, sepse në muajt dhe në vitet që do vinë, kjo qartësi do të bëhet gjithnjë e më e vlefshme për rrugën tuaj. Mos shikoni në moment. Shkoni në vite, shkoni në muaj që do vinë. Se ujori dhe di që tretë ka këta mundësi, domethënë dhe kohën e ndikimet që kanë bënë dhe mundësitë të arta që kanë, dhe është një nga momentet më të arta dhe më pozitivet që vinë. Por nga ana tjetër mund të kemi dhe disa ndryshime të papritura në këtë aspekt. Por gjithsesi, për ju të digjitet fjala ime, mesazhi im është: mos e nënvlerësoni fuqinë e fjalës. Një fjalë mund të hap derë, por një fjalë e paqartë mund të krijojë mjegull dhe të mbylli dyer dhe të shkoni në gjykat. Kujdes. Filloni tani të pastroni komunikimin, mendimin dhe informacionin, sepse do t'i duhet ndër vite dhe në kohë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që vetë kjo shenjë, governatori i kësaj shenje që janë peshqit dhe mundësit që jepen tek peshqit. Për të lindur të kësaj shenje, Neptuni në retrograd e datës 7 korrik është një fenomen shumë i rëndësishëm. Dhe edhe pse ndodh brenda shenjës suaj, arsyeja është e qartë. Neptuni është planeti që lidhet natyrshëm me peshqit, me ndjeshmërinë tuaj, intuitën, shpirtin, ëndrrën, besimin, frymëzimin, mënyrën se si ju lidheni me botën e padukshme. Prandaj çdo lëvizje e Neptunit ka peshë të veçantë për ju. Këtë herë Neptuni kthehet në retrograd në dash dhe aktivizon sektorin tuaj të dytë astrologjik. Të thot parat, ardhurat personale, sigurinë materiale, vetëvlerësimin, vlerat, talentin, aftësitë dhe jo vetëm. Ky është një nga ndryshimet shumë të rëndësishme për peshqit për shumë vite. Neptuni ka pasur lidhje shumë të forta me identitetin tuaj në mënyrën se si shihni veten, ndjeshmërinë tuaj. Me ëndra dhe imazhin personal, me rrugën shpirtërore. Tani me kalimin e tij në dash është kthimi retrograd. Pyetja nuk është vetëm kush jam unë, për çfarë vlerë kam unë. A e përdor atë që kam? A e vlerësoj veten siç duhet? A e mbroj energjinë time? A jep talentet e mia falas? Ndërtoj siguri reale? Apo jetoj me shpresë se gjërat do rregullohen vetë? Për peshqit është një temë shumë i delikate, sepse peshqit janë shenjë e dhënjes dhe mshurisë, sakrificës, besimit dhe lidhjes shpirtërore. Shpesh peshqit e ndjejnë dhimbjen e të tjerëve dhe japin pa llogaritur shumë. Japin shumë. Mund të japin kohë, para, energji, ndihmë, talent, dashuri, mbështetje dhe prani emocionale. Ndonjëherë edhe pa pyetur veten nëse po marrin mbrapsht diçka të drejtë, por kur Neptuni kthehet në retrograd, në sektorin e dytë, ai kërkon rishikim. Pikërisht këtu, ku po jepni pa kufi, ku po ulni vlerën tuaj, ku po prisni sigurinë nga jashtë, ndërkohë që duhet të ndërtoni brenda dhe në mënyrë praktike. Dashi është e zjarri dhe juve jeni shej uji, dhe kjo bie ndesh me disa gjëra shumë të mëdha. Dhe ndikimi i çështjeve të talentit për të kërkuar më shumë, për të mos pranuar më pak se meritoni, ose për të thënë kjo është vlera ime. Por Neptuni në këtë sektor bën procesin më të ndjeshëm, mund sjell frymëzim për të fituar diçka krijuese, shpirtërore mundësi. Dhe kthimi i Neptunit në retrograd në këtë temë brenda, ju nuk pyeteni vetëm se ndikoheni nga të tretë. Prandaj keni kujdes, vini veshin disa gjërave se nuk janë më së të vërteta në këtë aspekt. Peshqit edhe diçit të parë. Peshqit edhe diçit të parë kanë sakrificën,
dhe duan të arrin majat, por shikoni veten tuaj. Dhe kjo do të thotë, një nga ndikimet më të mëdha të jetës së parë është vlera juaj nuk është diçka që duhet të provoni me sakrificë. Është diçka që duhet të pranoni dhe ta mbroni. Nëse juve doni të veproni e të esni përpara. Peshqit edhe diçit të dytë kanë ndikime shumë të mira në punë, në karrierë, në financa dhe planet të mëdha në të ardhmen. Në karrierë gjithashtu, është mirë të ndërtoni një sistem të ardhurash dhe pozitive. Ndikime dhe favorizimet, mundësitë dhe kohën e ardhmë në dashuri dhe jo vetëm. Mesazhi për juve është të diçit të dytë është siguria ndërtohet me dashuri për veten dhe për disiplinë praktike. Nuk duhet të keni frikë nga kufit. Kufit ju mbrojnë. Koha është ilaçi, është doktori më i mirë i që ndonjëherë për jetën dhe për jetën e brendshme të shpirtit tonë. Peshqit e diçit të tretë ka një ndikim sepse kthimi i Neptunit në retrograd, guvernatorit tuaj, nuk bie ende drejt president mbi pjesën më të ndjeshme të sektorit tuaj të dytë, por aktivizon një proces të rëndësishëm që do bëhet gjithnjëherë i dukshëm me kalimin e kohës. Për ju ndikimi që mund të ndihet për thirrje dhe vëzhgime të mëdha, mundësi të arta që vijnë. Nuk është domosdoshmërisht moment krize, por është moment përgatitje. Peshqit e diçit të tretë mund të fillojnë të kuptojnë se disa zakone financiare duhet të ndryshojnë. Ndoshta shpenzoni në emocione, ndoshta jepni shumë, ndoshta nuk kërkoni aq sa meritoni. Ndoshta keni një talent që ende nuk e keni marrë seriozisht. Ndoshta prisni një mundësi të vi vetë, ndërkohë që duhet të bëni hapa konkret. Ky tranzit ju fton të mos prisni derisa paqartësia të bëhet problem. Filloni të ndërtoni qartësinë tani. Nga tani që po flasim. Në dashuri, nëse jeni në çift, mund të vëzhgoni, nëse ndjeni të vlerësuar dhe sigurt. Nuk është e nevojshme të krijoni tension, por është e rëndësishme të mos heshni për nevojat tuaja. Nëse jeni vetëm, mund të pyesni veten çfarë fillon njeriu të respektojë relativisht vlerën tuaj. Për ribashkim, mund të riktheheni një kujtim, një histori ku keni dhënë shumë. Pyetja është, a dua të kthehem aty apo dua të zgjedh më mirë veten? Të ktheheni aty, sepse të krijoni familje. Në karrierë kjo është një periudhë për të vëzhguar aftësitë dhe për të menduar se si mund të përdoren më mirë. Në financa kontrolloni shpenzimet e vogla, pagesat, ndihmat që jepni në mënyrë se si organizoni buxhetin. Dhe kjo do thot mundësi, kjo do thot rëndësi. Mesazhi im për dhjetin e tretë është: mos e lini vlerën tuaj në mjegull. Edhe nëse ndryshimi vjen gradualisht, filloni tani të ndërtoni një raport më të pastër me parat, respektin për veten tuaj. Sepse nëse respektoni veten tuaj, do respektoni edhe të tjerët. Mundësia, koha dhe e ardhmja është sot. Këto që pak a shumë për sa përket të pikërisht kësaj teme jam zgjatur sot për çështje sepse duhet të kuptoni, pas kemi bërë një ditë para xhanëm dhe po të kuptoni është për ditën e martë kjo temë dhe duhet të shikoni çfarë do ndodhi dhe do të shikoni edhe sepse do të pasur shumë kujdes për gjërat që ndodhin, për gjërat që vijnë dhe është mirë që të rishikoni në detaje. Përpara se të ndami bashkë, unë ju kujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për bashkimet të detajuara dhe jo vetëm astrologu.al, faqja roz që e them ndër vite, por tani ka ndryshuar. Hidhi një sy dhe më shkruani në inbox çfarë dëshironi më tepër të dini dhe do ta keni aty. Juve na thoni, neve e realizojmë. Sepse jemi të vetmit në këtë fushë, jemi të vetmit që juve unë falenderoj pa masë, nuk kam se si të them më tepër dhe unë jam borxhi ndaj jush që më ndiqni në çdo dritare ku ndodhem, në çdo vend ku jam dhe sidomos këtu ku flasim hapur, pa kohë, sa duam flasim, në pyetje përgjigje, çdo të mërkur ku jemi dhe në temat ka më të larmishme do të keni këtu. Prandaj na ndiqni
atije. Nëse keni da mendjen dhe doni të dini sepse në këtë muajin e skandaleve do të jap në detaj gjithçka në privat. Se si të mbroheni në gjëra të rëndësishme, nuk është çështje magjike. Është çështje astrologjike. Nuk është çështje magjike. Nuk është në çështje që ka bërë dikush magjet, ka bërë në gjërat në idiotizma, më thojnë za. Por është koha, momenti dhe astrologjia bën çuditëra. Më të vërtet jo në falsitete, jo në letra bigjozi, por në ndikimin e madh të shkencës së brendshme të shpirtit tonë. Dhe nëse dëshironi dhe e keni da mendjen, shkoni tek sekretaria. Dhe më pas dërgoni emailin dhe flasim bashkë se si funksionon shërbimet. Por hini në një sy asaj faqeje se është punuar shumë mbi tema nga më të rëndësishme që e doni dhe si të veproni. Do keni akoma dhe tema nga më të larmishmet për çdo shenjë, nga më të larmishmet për pyetje që do të keni, do të përgjigje që do të merrni, do t'i keni atje. Në çdo pyetje që bëni. Nëse doni që juve në kohën që jemi live të merrni të paktën një përgjigje, ndiqni atë butonin atje. Pikërisht aty. Dhe më pas e dërgoni mesazhin çdo të mërkurë live në pyetje përgjigje. Në një rpulla, ju falenderoj pa mas. Gëzime, lumturi, shtëpi e bukurinë familjet tuaja. I shikojmë me temën e radhës. Në një rpulla.